Falenderoj Allahun Azza wa Jall që edhe më ka sprovu po edhe mu ka përgjigj. Edhe jam krenar. Saq mjekësia e kohës nuk ka pas mundësi me jep zgjidhje disa sprovave që i kam përjetu gjatë luftës, e me lutje tek Allahu Azza wa Jall i kam zgjidhë. Të kisha pas atë gjendje sot nuk kisha mujt me kon para teje edhe para shikuesve tu, vëllezërve dhe motrave tona. Për shkak se kom pas dëmtimin e madh në gjandrën e pshtymës, që ka qenë rezultati i plasjes së bombës, edhe nuk pat mundësi me u rregullu nëpër mjekësinë e kohës në Turqi po flas, para 26 viteve bëhen, janë bë. Atë kom gjetë tek Allahu, në shpina e Allahut. Në çabe. Në çabën e bekuar. Por këto duhet jetë vendosmëria jote. Zoti kur e shef vendosmërinë e robit për diçka dhe insistimin, qëndresën. Na shqiptarët e kena një problem se nxehemi shpejt, ftofemi shpejt. E presëm pasulin 6 orë me zi, i sosëm buz për 6 dakika, po ftofet u kërku. E lutja duhet me pas konsistent të vazhdueshme. Ti duhesh me konë i vendosur. Keni qenë i vendosur në lutje? Unë kam qenë i vendosur dhe kom ditë që Allahu Azza wa Jall tuk më ka shpëtu, më ka përgatit për një mision të madh. Se secili njeri është i përgatitur, i krijuar për një mision. Por sfida është a mundesh me gjetë. Atë që nuk e bani mjekësia, e realizoj duaja para çabës, afër gurit të zi. Edhe i thash Allahut Azza wa Jall, o Zot, nëse nuk më nal pshtymen, merr ma shpirt. Se unë duhet jem kumtuesi fjalës tonë në trojët shqiptarisë. E nuk moj edhe duke më shku jargët edhe pshtyma, se nuk kisha kontroll në pshtymën time. Edhe duke pi ujë Zemzem, Allahu Azza wa Jall më ka përgjigj. Kur mo problem s'kom pas. I falenderoj Allahut. Kjo është duaja e njerëzve, se pastaj është interesant na mu lut që Allahu më ju pranu lutjet, unë lutam me tu pranu lutjet e tua. E me siguri është lut dikush për mu pranu lutjem. Në atë kohë nuk e kanë ditë prindrit e mi ku jam, për shkak rrethonave. Ata nuk e kanë ditë që unë jam plagu, por disa vëllezër që ende kam fjalën për mallimi është ende valet në zemrën time për shkak se kanë vdekë dhe kanë ndru jetë, lëmë ata për veti që kanë rrë shahid, kanë lutë Allahun Azza wa Jall. Kanë lutë Allahun Azza wa Jall. E lutjet e tyne mu kanë pranu edhe në lutjet mia. I falenderoj me Allahut. Është natësi e veçantë. Por shumica absolute e njerëzve që janë sprovu kanë historiat e veta, që ngërthën në vete urtësi, margaritar të jashtëzakonshëm. Ne i lutëm Allahut, na këtu i kallëzojna për mi motivu popullin, jo për të reklamu, as për të livdu, se lavdia dhe lavdata i takojnë Allahut, se kjo nuk lidhet pse mu ka pranu mu se unë jam njeri mirë, ose unë jam i devotshëm. Kjo lidhet se Allahu Azza wa Jall i përgjigjet gjithë kujna i cili troket derën në Allahut. Provo edhe ti, Allah. Provo edhe ti. Dera është e hapur për të gjithë. Allahu është për të gjithë. Këtu nuk lidhet me madhështinë tënde. Kjo lidhet me madhështinë e Allahut. Kjo lidhet me Allahun. Kjo është dhëntia e Allahut. Nuk është dhëntia jam. Pa Allahu ma ka dhënë. Allahu ta ka jep, ta jep edhe ty. Nëse Allahu Azza wa Jall të ka dhënë ty diçka, unë e plotësona me ty. Na kështu na duhet me po njëri tjetrin. Nuk ka nevojë na me xhelozu njëri tjetrin. Na duhet ta plotësojmë njëri tjetrin. Allahu të gjithë ju ka dhënë diçka që tjetrit nuk i ka dhënë, ose ka dhënë më pak.